Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në ceremoninë e nderimit me titullin Doktor Honoris Causa të dy vëllezërve, Nikolas dhe Olivier Berggruen, filantrop me rrënjë shqiptare, nipër të Aleksandër Mojsiut, emrin e të cilit mban sot edhe Universiteti i Durrësit. Ceremonia u zhvillua në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës, ku gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama vlerësoi punën e Nikolas dhe Olivier Berggruen në fushën e artit, mendimit filozofik dhe në promovimin e dialogut në botë. Teksa foli për Aleksandër Mojsiun, kryeministri Rama tha se ishte njohur me të në studion e skulpturave të tatit të tij. Rama, duke treguar një mit për Nikolasin, ku ai pasqyrohej si një miliarder pa shtëpi, tha se kishte ngjashmëri me të, pasi në rininë e tij, sipas kryeministrit, edhe ai vetë nuk preferonte që të kishte një shtëpi të tij, por donte të lëvizte i lirë në mbar botën. Ç'të bën ty unik, përvojat e tua, transformimi yt, origjina jote, mos i harro ato kurrë. Është një fjali që mund të ishte thënë lehtësisht edhe nga vetë gjyshi i tyre. Sepse të kujtosh origjinën tënde nuk është akt nostalgjie, madje unë besoj që nuk është as edhe një akt kur ti në mënyrë formale shpreh identitetin tënd. Por, mbi të gjitha, është edhe një torturë e vetë shpirtit, ndërkohë që formësohet së bashku dhe gërshetohet së bashku me identitetin tënd, me pikpyetjet që ti ke nga vi, kush jam unë, dhe siç e tha vetë Nikolasi, formosohet edhe nga kultura. Idet, dia, arti dhe ndërtimi i komuniteteve krijuan qytetrimin njerëzor. Kulturat tona janë vargu ynë i dytë i ADN-s. Pra, duke qëndruar sot këtu me privilegjin që kam për të thënë pak fjalë për të, dhe të jem përballë vetë atij dhe të vllajt, pra në këtë universitet i cili mban emrin e gjyshit të tyre, mund të them që fjalët e tij marrin pothuajse një kuptim poetik. Ai thot kultura udhton përmes brezave, ndonjëherë përmes librave, ndonjëherë përmes institucioneve, ndonjëherë përmes kujtesës dhe ndonjëherë përmes personave që mbajnë trashëgimin e heshtur të kureshtjes dhe të imagjinatës. Ceremonia shënon një moment të rëndësishëm që bashkon trashëgimin kulturore me mendimin bashkohor dhe rolin e universiteteve në formësimin e brezave të ardhshëm.